Socialistët dhe ekipi mbrojtës i Erion Veliajt, kryebashkiaku ende në detyrë i Tiranës, po shkojnë drejt dy zgjidhjeve të ndryshme për krizën që ka krijuar mungesa e kryetarit të Bashkisë së Tiranës në zyrë. Këshilltarët bashkiak janë udhëzuar të votojnë shkarkimin e Erion Veliajt për të vazhduar mëtej procedurat juridike e shkarkimit të tij, ndërsa ekipi mbrojtës i Veliajt do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të pezulluar shkarkimin nga kryeministri, i cili duhet t'i jap fuqi ekzekutive vendimit të Këshillit Bashkiak, duke e kthyer gjithçka në betejë juridike. Juridikisht, Erion Veliaj nuk shkarkohet, me gjithë precedentet e deritanishëm të shkarkimit të një kryetari bashkie. Ka disa kryetar bashkie në Shqipëri, ai i Rogozhinës, Fredi Beleri në Himar, ai i Ballshit, i Kuçovës, i Bilishtit dhe ai i Tropojës, që kanë qenë në hetim apo të dënuar nga shkalla e parë dhe nuk janë shkarkuar. Kryetari i Bashkisë së Rogozhinës është i dënuar nga gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar me 1 vit në shkallën e parë, por është ende në detyrë. Njësoj, ai i Tropojës ndenjë 1 vit në arrest shtëpie, por nuk u shkarkua. Dënime formale kanë marrë dhe kryetarët e bashkive të Bilishtit apo Ballshit, por nuk u shkarkuan pa përfunduar procesi. Rasti i Belerit është dhe më përfaqësues, pasi atij u hoq mandati vetëm kur u mor vendimi në apel. Ndërkohë, një argument më i plot përse nuk mund t'i hiqet mandati për shkak të mungesës në kuvent, është mënyra si parlamenti interpretoi mungesën e Sali Berishës për 6 muaj në kuvent. Avokatët mbrojtës shtojnë dhe faktin se Veliaj duhet të jetë në sallë kur të merret vendimi dhe të ofrojë argumentet e tij. Pra, të gjithë argumentet ligjore janë të tilla që, në betejën juridike mes Partisë Socialiste dhe Erion Veliaj, peshorja anon nga Veliaj. Është kjo arsyeja që socialistët duhet ta shmangin betejën juridike dhe duhet të gjejnë një zgjidhje politike për të mos krijuar tension mes këshilltarëve socialistë të Bashkisë së Tiranës, vota e të cilëve në këtë rast thjesht shpërdorohet. Tirana nuk mund të rrijë pa kryetar bashkie, dhe duket që ekipi i caktuar përkohësisht nuk funksionon, pasi i mungon perspektiva politike për të konsideruar zotër të qytetit. Fakti që Edi Rama emëroi si kandidate për Bashkinë e Tiranës Ogerta Manastirliun është një gjë e mirë, pasi nga ngritur stekën e përfaqësimit politik të Partisë Socialiste në Tiranë. Në këtë rast, zgjidhja më logjike është që Zonja Manastirliu të delegohet si kryetare bashkie në detyrë në Tiranë që tani, dhe të ushtroj funksionet e saj si kryetare bashkie deleguar nga Veliaj, derisa ai të përfundojë betejën e tij juridike. Ankimi i masës së arrestit, tërësisht të padrejtë ndaj tij, deri në Strasburg, për të është çështje etike. Të qenit në detyrë si kryetar bashkie në procesin e ankimit, i jep atij më shumë mundësi për të shpejtuar procesin e shkyrtimit të kërkesës, dhe çdo përpjekje për ta shkarkuar në rrugë jo kushtetuese po ashtu është në favor të tij. Tani ai po vuan për aprakisht një burg të padrejtë dhe nuk ka çfarë humbes më, pasi dënimi me vdekje është hequr, se dhe atë mund ta kishte marrë, me kaq shumë urrëtie sa po demonstrohet ndaj tij nga të gjitha palët. Në këto kushte, e vetmja zgjidhje është zgjidhja politike. Ogerta Manastirliu të emërohet menjëherë kryetare bashkie në vend të zonjës që është sot, dhe duke qenë se është kandidate e shpallur për Bashkinë e Tiranës, ajo e ka të gjitha autoritetin dhe mundësinë të dëshmojë dhe aftësitë e saj si kryebashkiake, deri në ditën e zgjedhjeve ligjore për ta fituar dhe nga pikpamja elektorale Tiranën, edhe kështu opozita e shpartalluar nuk guxon të thotë që do marr pjesë në zgjedhje, jo më të rrezikojë zgjedhjen e saj. Çdo sforcim tjetër thjesht mbivendos krizën politike me atë juridike dhe rrit perceptimin e përndjekjes politike të Veliajt edhe nga Partia Socialiste, e cila ndërkohë është vetëm si perceptim. Duke zgjidhur krizën politike dhe duke pritur afatet juridike të betejës së tij, socialistët shmangin një precedent të keq në jetën e tyre politike, përdorimin e drejtësisë për eliminime politike brenda radhëve të tyre, e cila pastaj i jep shumë argumenta Sali Berishës dhe Ilir Metës që thonë se, ndërkohë drejtësia po përdoret si instrument eliminimi politike dhe për kundërshtarët jashtë Partisë Socialiste. E dyta, nuk është e vërtet, pasi socialistët nuk kanë fuqi të përdorin realisht drejtësinë ndaj kundërshtarëve politik, por brenda tyre natyrisht që kanë, dhe është mirë mos t'ia shtojë këtë turp vetes së tyre.